Morali I Islamit është turpi. Si kur turpi të mos kishte asnjë vlerë tjetër përveç faktit se ai është një nga karakteristikat e Allahut, do t'ishte arsye mjaftueshme që besimtarët të përpiqen që në veten e tyre ta ndërtojnë këtë veti. Allahu I Madhërisëm I mbulon të metat dhe turpërohet nga njerëzit, ndërsa qenia arrogante njerëzore nuk I turpërohet Allahut, përveç atyre që I mëshiron Allahu. Mëshira e Tij vazhdimisht lëshohet mbi ne, ndërsa mëkatet tona vazhdimisht ngriten tek ai. Ai na tregon neve dashurinë e Tij duke na dhënë begati të panumërta, edhe pse është I pavarur nga të gjitha botët. Ndërsa ne me mëkatet tona e provokojmë zemrimin e Tij, edhe pse jemi të varur nga Allahu dhe mëshira e Tij në çdo çast. Por edhe kështu, kur ja drejtojmë lutjet tona me përulje, ai na I fal mëkatet tona dhe gëzohet për pendimin ton. Prandaj, le ta kujtojmë gjithmonë hadithin madhështor në të cilin pejgamberi alayhis salam thotë: me të vërtet, Zoti juaj është I turpshëm dhe fisnik. Ai turpërohet që t'ia kthejë duart bosh kushdo që I lutet sinqerisht dhe I drejtohet me dua. Ibn Kaimi ka thënë: kur stoliset me cilësinë të cilën e posedon Allahu I Madhërisëm, ajo cilësi do ta marrë dhe do ta afrojë tek Allahu dhe mirësia e Tij. Transmetohet nga Enesi radiallahu anhu se pejgamberi alayhis salam ka thënë: çdo fe ka moralin e vet, ndërsa morali I Islamit është turpi. Abdullah ibn Omeri radiallahu anhu e kishte zakon të thotë: njeriu nuk do ta plotësoj besimin e tij derisa të jetë plotësisht I vetëdijshëm se Allahu e shikon. Andaj mos të veproj në fshehtësi atë që në ditën e gjykimit mund ta turpëroj para të gjithë njerëzve. O njeri, ki kujdes të mos jesh prej atyre që, kur janë vetëm, I shkelin ndalesat e Allahut, të cilët në publik bëhen evlija të Allahut, ndërsa në fshehtësi janë miq të Tij. Mos u bëj prej atyre të cilët më shumë turpërohen nga njerëzit sesa nga Allahu, dhe mos shiko në parëndsinë e mëkateve tua, por shiko në madhësinë dhe plotfuqishmërisë e Atij, I cili të shikon ndërsa je duke bërë mëkat, dhe kurrë mos e harro momentin, I cili do të vijë me siguri të cilin pejgamberi alayhis salam e ka paralajmëruar në hadithin e tij duke thënë: çdo njeri individualisht do të bisedojë me Allahun në ditën e gjykimit dhe në mes tyre nuk do të ketë ndërmjetës. Komandanti I famshëm ushtarak musliman I kohës së dinastisë Emevite, El Gjerrah ka thënë: 40 vjet jam larguar nga mëkatet dhe vetëm atëherë kam arritur devotshmëri në fjalë dhe në vepra. Dietari I njohur Islam, Ibn Dekik El-Lid, ka thënë: pasha Allahun, 40 vjet kanë kaluar qysh se unë nuk e kam bërë asnjë punë, as nuk e kam folur asnjë fjalë të vetme, e që për të nuk e kam përgatitur përgjigjen para Allahut në ditën e ringjalljes. Ky është niveli atyre që turpërohen nga Allahu, dhe të cilët janë të vetëdijshëm se Allahu gjithmonë I sheh. Shembulli I tyre është si shembulli një gruaje të cilën një njeri I prishur ishte përpjekur ta detyronte në imoralitet, ndërsa ajo I kishte thënë: dil dhe kontrollo, mos po na sheh dikush. Ai del, shikon dhe pasi kthehet I thotë: nuk po na sheh askush përveç yjeve. Atëherë ajo I thotë: po ku është krijuesi I yjeve? Ose si shembulli I një besimtare e cila me një karvan udhtonte për në haxh dhe asaj paprit mas gjatë natës, në tent, I futet një mashkull I huaj dhe I thotë: unë nuk kam ardhur së bashku në këtë udhtim për shkak të haxhit, por vetëm për të gjetur mundësinë të vetmohem me ty dhe të bëj moralitet. Ajo I tha atij: verifiko, a kam fjetur të gjithë njerëzit? Ai doli, pa, dhe kur u kthye me gëzim bërtiti: të gjithë janë në gjumë. Pastaj ajo I tha: kurse tani, verifiko, apo fle Allahu? Pastaj ajo bërtiti gati sa I ratifiket nga vaji I fuqishëm, ndërsa ai njeriu I prishur iku nga tenda e saj. Subhanallah. Ja, këto janë shembujt e moralit për ne, të cilët duhet I jetësojmë dhe t'i praktikojmë. O Zot, na bëj prej njerëzve me moral të lartë. Amin.